Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim sërish nga Live from Tirana, 11:09 orë eksakte në këtë moment, në këtë të mërkurë të datës 4 qershor, jemi praktikisht në muajin e 6 të vitit, në gjysmën e vitit, ku dielli jashtë shkëlqen, koha është më e bukur se kur, njerëzit fillojnë të planifikojnë pushimet, por dhe lëvizjen fundjavave, por tashmë traditë është bërë zyrtarisht në edicionin e 6 Unum Festival, një nga festivalet më të njohura të muzikës elektronike që zhvillohet besoj në 6 vite, nuk ka ndryshuar lokacion në Shëngjin, apo jo? Është vërtet, dhe është për të lokacioni diskutuar për këtë festival kaq shumë të bukur e kaq shumë të dashur nga shqiptarët dhe jo vetëm, është me ne në studio Ardin Badivuku, Po. Isha okay? Po, shumë isha. Kam qenë shkollë mesme, gjithmonë ma kanë. PR festivalit, organizator, pjesë e mire e timit, le të themi, mirë se vjen program. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi që të jem këtu me ju, që t'i shpalosim detajet e fundit të Unum Festivalit. Si do të jetë Unumi këtë vit? Do jetë shumë vap. Do të jetë shumë vap. Po. Se? Temperaturat do jenë shumë të mira. Temperaturat do jenë shumë të mira, do të thonë temperaturat do sillen nga 28 gradë deri me 30 gradë. Kjo është gjë e mirë për është patjetër se po. Edhe si thëtë, pe fillojmë verën, po hapim sezonin, gjithmonë me gjëra të bukura, me gjëra të reja, duke munduar që përmes artistëve dhe muzikës elektronike të sjellim turistë nga gjithë bota, ta promovojmë Shqipërinë, ta promovojmë atë zonë të veriut të Shqipërisë, ta promovojmë kulturën, traditën, gastronominë shqiptare, duke bashkuar të rinjt nga gjithë bota me DJ më të njohur të muzikës elektronike. Unum Festival, për të gjithë dashamirësit e këtij festivali, fillon nga nesër, zyrtarisht në datën 5 në Orën. Është e vërtetë, zyrtarisht fillon rreth orës 1-2, aty diku shifim se në drek. Në drek. Dhe përfundon në datën 10. Në datën 10. Me shpresë. Do të flasim pak për agendën nga nesër deri në datën 10. Atëherë nesër do të thonë hapet Pine Stage, pastaj apo skena e pishave. Është një skenë ku muzika për 24 orë nuk dalet fare. Aty neve kemi publikuar programin të gjithë DJ-ve të cilët do të lozin në të gjitha skenat. Pra duke filluar nga Pine Stage, pastaj është Beach Stage apo skena e plazhit. Dhe DJ-t më të mëdhenj nesër do ngjiten tek Main Stage apo skena kryesore ku do të performon Imali Black Coffee. Ai do të bëj, si të them, hapjen apo natën e parë festivalit, se dhe shumë DJ tjerë, kemi mbi 90 DJ, të cilët janë të shpërndarë në 3 skenat, të cilat i përmenda mëre, edhe aty janë të shpërndarë, është agenda e publikuar, orare, kështu që njerëzit para se të vinë festival mund të bëjnë një agendë, një plan kur të vinë aty se ku shku luan. Atëherë për 5 ditë dhe 5 natë do kemi muzikë non-stop, do kemi aktivitete gjatë ditës ku njerëzit mund të shijojnë edhe plazhin, kemi yoga sessions, kemi masazhe, kemi një pazar të madh të artizanëve nga Kosova dhe Shqipëria dhe më gjërë ku sjellin punime të veçanta të tyre ku njerëz mund të blejnë gjëra të mira, të lira dhe të veçanta të punuara nga ata. Do të thonë agenda është full, është full edhe ditën edhe natën, ka muzikë, ka aktivitete, ka ushqim, ka njerëz bukur nga gjithë bota, si gjithmonë kemi turistë shumë të huaj, si vjet kemi anglez më shumë, duke pasur parasysh që kemi disa partnerë të ri nga Anglia, të cilat janë bërë pjesë e festivalit, dhe ata kanë qenë fokusuar që të bëjnë këtë PR-in edhe marketingun ndërkombëtar, sidomos në Angli. Unumi është promovuar gjithandej, edhe kemi promovuar me aktivitete të ndryshme të pre-parteve ku kemi pas party në qytete të ndryshme të Evropës, si në Ibiza, në Milano, në Gjenevë, në Beograd, në Shkup, se edhe shumë qytete të tjera, nuk i mboj mend gjitha të drejtën se janë shumë. Po kemi pas aktivitete edhe në për qendra evropiane ku jemi mundu ta shpërndojmë fjalën e Unumit, njerëzit kanë pasur mundësi të blejnë bileta me zbritje e kështu me radhë.
Do të flasim gjëra gjatë për Unum Festival, para se të shkojmë në reklama. Besnikët e Unum Festival e din, por për ato që duan të vinë për herë të parë në Unum Festival, ku mund të gjejnë biletat? Atëherë për bileta është fare lehtë, kemi platformat online ku mund t'i blejnë njerëzit, është unumfestival.com. Aty ka bileta për gjitha ditët, gjithashtu risi si vjet është që kemi bileta ditor, që njerëzit mund për shembull të vinë ta dëgjojnë vetëm Titan ose vetëm Trend, domethënë e kemi ndarë edhe bileta ditore, gjithashtu kemi paketa të ndryshme të akomodimeve ku njerëzit mund të blejnë bashkë me bileta, me paket, me akomodime kështu me radhë. Kemi bileta grupore, bileta të shoqërisë, për shembull, bëm 5 veta, 4 e pagojnë plus një marrin falas. Kemi domethënë variacione, varietete të ndryshme të biletave, të akomodimeve, të paketave, edhe kemi platformën nga Shqipëria gowild.al, ku mund edhe aty njerëzit të blejnë bileta, edhe gjithashtu dikush që nëse nuk mundet me mbri me bli online, do të ketë edhe të dera, po mos ta lënë momentin e fundit, ti bëjnë këto prenotimet sa më herët, vinë të përgatitur dhe vinë ta shijojnë festivalin në mënyrën sa më të mirë. Qartë, kemi ende të tjera pyetje e kuriozitete për Unum Festival, por fillimisht shkojmë në pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi më pas për të diskutuar të gjitha. Rikthehemi sërish në program 11:21 orë eksakte në këtë moment, jeni duke dëgjuar live from Tirana, si çdo ditë tjetër në Top Albania Radio, me mua Ronaldo Sharkën dhe Danko DJ në pultin e transmetimit. Me ne në studio vazhdon të jetë Erdin Badivuku, PR, një nga organizatorët e Unum Festival, i cili organizohet në edicionin e tij të 6 në Shëngjin, një super festival elektronik ku mbledh shqiptarët, por edhe pafundësisht turistë nga e gjithë bota, të cilët vinë për të shijuar Shëngjinin dhe gjithçka ndodh në Unum Festival. Fillon nga nesër prej orës 1-2 në mesditë dhe zjat me kismet Zotit deri në datën 10. Ardin, çfarë e dallon Unum Festival nga festivalet e tjera elektronike? Pse është kaq shumë i dashur dhe kaq shumë i njohur? Siç tha edhe ti, Shëngjin të Shqipërisë është një vend shumë i veçantë, është Rana e Hedhën. Rana e Hedhën është një vend shumë i veçantë, ku në një vend ka malin, ka detin, ka rrën, ka plazhin, ka pishat. Edhe si element shtesë kemi shtu muzikën. Domethënë lokacioni është që bën shumë të veçantë. E para, e dyta është organizimi që është një ekip shumë i madh, diku te 400 vjet që marrin pjesë në organizim. Të rinë të reja nga Kosova, nga Shqipëria, nga Evropa, që mundohen që organizimi me qenë sa më i mirë, qasja në festival të jetë e lehtë, shërbimi i pimeve të jetë shpejt, mos ketë pritje gjata apo pritje të pafundme që njerëz të nevrikosen. Edhe normalisht është muzika, është skena, është zërimi, është energjia pozitive që sjellin njerëz nga gjithë bota. Po mund të them që është lokacioni, është një prej elementeve kyçe që po mundohemi ta promovojmë të gjithë botën, sidomos veriun e Shqipërisë, sepse shumë është pak e eksploruar me veriu i Shqipërisë, dhe ka nevojë për me eksploruar, ka vende shumë të bukura që turistët duhet i shohin, edhe që po mundohemi që përmes muzikës dhe festivalit të sillim sa më shumë turistë, që në mënyrë indirekte normalisht të promovohet edhe turizmi i Shqipërisë, të promovohet ajo zonë e Shqipërisë dhe të promovohen edhe vende tjera siç është Tirana, Jugu, muzeet, kalat, malet dhe kështu me radhë. Kush është mesazhi që mundohet të përcjell Unum Festival përmes muzikës? Become one, të bëhemi një. Është mesazhi që e kemi si kështu si moto, si slogan, Become one, të bëhemi një. Siç i përmenda këto elemente të malit dietirera, domethënë gjitha këto elemente e bëjnë një Unumin. Kjo është gjitha veçanta. Në gati 6 vite si është për të festivali këto nga publiku vendas dhe ai huaj. Kush është feedbacku që ju merrni vit pas viti? Atëherë viti i parë normalisht ka qenë si viti i parë, është bërë një marketing agresiv në të gjithë Evropën. Viti i parë ka qenë i suksesshëm. Po viti më i mirë, patyshim se ka qenë viti pandemik. Më thonë kemi qenë festivali por në Evropë që është bërë pas pandemisë apo pas karantinës, ku për 2 vite kemi qenë të mbyllur. Edhe ne kemi qenë të parë që kemi kthy akullin në Evropë, ku kemi rikthy jetën kulturore, artistike, muzikore përmes Unum Festival. Më thonë ky vit ka qenë shumë i suksesshëm. Edhe këto vite tjera kanë qenë okay, po edhe ky vit po pritet të jetë më i madh dhe më i suksesshëm, duke pasur parasysh që kemi një program shumë të madh të artistëve,
se bleo ti përmendi kështu si shpejt, është Black Coffee, është Damian Lazarus, Carlita, është Dixon, është Ame Live, janë shumë DJ të njohur nga Rumunia, si Raresh Prasleja, Priku, Sonja Munir, se dhe shumë DJ nga Kosova dhe Shqipëria dhe rajoni. Është e rëndësishme që DJ tonë lokal t'i promovojnë para një tregu ndërkombëtar, para një publiku ndërkombëtar, ku ata kanë mundësi që gjatë festivalit të bëjnë connections, të lidhen me njerëz, të hapen ura të reja që ata të depërtojnë në tregun ndërkombëtar. Dhe kjo është një prej elementeve kyçe që mundohemi ta shtyjmë dhe ta promovojmë. Kush është ndikimi që Unum Festival ka direkt në turizmin vendas apo edhe në atë lokal në zonën e Shëngjinit, duke qenë se ka shumë të huaj që vinë aty apo? Po normalisht kjo është përfitojnë të gjithë, në radhë parë përfiton Shqipëria, përfiton vendi, zona, sepse vërsulin nga 20.000 turist. Edhe gjithë ekonomia e pushtetit lokal përfiton gjatë festivalit, përfitojnë restoranet, hotelet, që po di këta që shesin kikirika fora, dhe më thotë të gjithë përfitojnë. Edhe kjo është rëndësishme që, dhe më thonë, festivalet janë një mjet shumë tërhec për rinin që të vinë, të promovohen vendet e ndryshme dhe normalisht të fitojnë ekonomikisht. Siç është duke bërë edhe Tirana me vetën të ndryshme ndërkombëtare. Është vërtet që aty njerëzit gjejnë të dashur në Unum Festival? Po, është vërtet. Është vërtet. Pse, çfarë ndodh? Nuk e di, ndoshta që është deti, që është normalisht energjia e mirë, dhe normalisht njerëzit martohen, gjejnë dashur, dinë dashura, ndahen, domethënë ka dhe kështu. Base po. Ka që shka. Kështu që njerëzit. Po jo, më shumë ka gjëra pozitive. Ndodhin gjëra pozitive, kështu që njerëzit e dashur, nëse kohët e fundit kanë pasur probleme gjetën një partneri apo partneri, unë në festival është një zgjidhje alternative. E thash se kam dëgjuar shumë njerëz vërdall që sot janë bashkë, janë njohur në un festival, edhe janë të filluar, të martuar. Kjo është e mira e festivaleve, që njerëzit takohen, shoqërohen, bëjnë lidhje, bëjnë connections, edhe është e bukur kjo. Çfarë thon të huajt kur vinë në un festival? Kush është feedbacku që t'i japin për festivalin, por edhe për Shqipërinë, ku bëhet? Atëherë normalisht që sa i përket festivalit ka mendime pozitive. Normalisht kjo infrastruktura ka nevojë hala me u rregullu, siç janë rrugët, kanalizimet, shërbimi. Po Shëngjini nga vitin vet është duke u përmirësuar, duke u hapur hotele të reja. Uroj që bashkia të ardhmen të investon më shumë në infrastrukturë, që të bën, që ta lehtëson qasjen në festival apo në turizëm të huajve, të ndërtojnë rrugë, për shembull kjo rruga nga Shkodra Veli Po Shëngjin është shumë e bukur. Kryevepër. Do të thonë bëjnë gjëra të tilla që njerëzit të shohin bukuri që ka veriu i Shqipërisë, edhe të shohin bukuri që nuk i kanë parë deri më tani. E veçantë shumë edhe ja, pse e zgjodhët Shëngjinin për vendosje ta bëni të? Pse jo në jog, po pse në Shëngjin? Po. Atëherë. Shëngjini është një vend që është një epicentër mes rajonit. Për shembull, aeroportin e Tiranës ka vetëm 1 orë. Aeroportin e Prishtinës ka 2 orë gjys. Aeroportin e Podgoricës ka vetëm 2 orë. Do të thonë është si një kryeqendër strategjik. Edhe normalisht Rana Hedhën është një vend, ka pisha shumë bukura që janë 100 vjet. Për shembull, skena më e preferuar e të hyjave është Pine Stage apo skena e pishave. Sepse aty luhet muzikë, janë nër pisha, është freskët, edhe aty muzika nuk ndalon për 24 orë. Domethënë 5 ditë, 5 natë aty nuk ndalon muzika për 24 orë. A vëret në Unum Festival ky tangërlliku që vëret në jug me ora Rolex, Gucci, Fendi, njerëz që hapin shampanja dhe nuk e pinë. Domethënë vë tre kjo diferenca, ka tangërllik aty në Unum? Njerëzit e shijojnë, ëh? Ja, nuk ka, njerëzit aty vinë për të kërcyer, për të dëgjuar muzikë, për të shoqëruar, për të gjetur një dashur. Do të thonë nuk është koncepti i Unumit që
që të promovojnë, të provojnë shishet ose të promovojnë këto tavolina, domethënë normalisht është një zonë ku njerëzit kanë tavolina, si për shembull sponsorat, bashkëpunëtorët, është një zonë që njerëzit aty kanë kulturin, kanë kulturët, por përgjithësi njerëzit rinë kanë. Sa ashtu shijon. Kryesisht të huajve, duke qenë se ka një tjetër tipologji argëtimit të festivalesh. Po, është tjetër koncept, është tjetër filozofi, domethënë. Nuk është një vend lacash. Dhe pjeshkash. Jo, janë të mirësorë gjithë, po jo është tjetër koncept i njerëzit aty vinë për muzikë, për të kënaqur, për ta shijuar bukurinë e hënës hedhën, edhe për të përjetuar lindjen edhe perëndimin e diellit. Domethënë është një gjë shumë e veçantë që unë e shijoj shumë. E qartë, interesante. Unum Festival të Dashurisë në edicionin e tij të 6 organizohet edhe këtë vit në zemër të Shëngjinit, ku të gjithë të interesuarit mund të blejnë biletat atyre online apo fizikisht siç ju e thatë, por mirë do të ishte online që mos kenë surpriza. Më mirë të blejnë paraprakisht që mos presin të dera, t'i bëjnë. Edhe një herë për kujtes biletat mund të gjejnë në unumfestival.com, platformën tonë, edhe gowild.al është platforma e njohur shqiptare për bileta, për akomodime, për pakete kështu me radhë. Nga nesër pra prej orës 1-2 në mesditë deri në datën 10 Unum Festival me për të gjithë shqiptarët e interesuar për të argëtuar dhe të huaj që të jenë aty, më thuaj. Ta fillojnë verën, të fillojnë pushimet, merrni të lirë në punë edhe hajdeni të shijojmë 55 net të magjisë Unum Festivalit. Qartë. Ardin, unë të falenderoj shumë që ishën program. Faleminderit shumë. Besoj do të shihemi aty. Dhe desha mi falenderoj që na keni përkrahur nga dita e parë. I bëni rrugtim së bashku dhe faleminderit shumë. Faleminderit që ishe ti në program. Të urojmë festival të mbar edhe këtë vit, besoj ndonjë nga ditët do të shihemi. Po patjetër, do të shihemi aty. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi pas pak në program. Mos u largoni.